Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Qeveria e Maqedonisë së Veriut miraton qendrën për ndihmë të shpejtë mjekësore. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu tha se qëllimi është krijimi i një sistemi më efikas dhe më të qëndrueshëm të reagimit urgjent mjekësor, shkurtimi i kohës së ndërhyrjes dhe përmirësimi i kapaciteteve për shpëtimin e jetëve njerëzore. Nga Ministria e Shëndetësisë bëjnë të ditur se në fazën e parë parashihet veçimi i ndihmës së shpejtë mjekësore në Shkup si institucion i pavarur, pas së cilës gradualisht do të vijojë integrimi i shërbimeve të tjera në kuadër të qendrës së ardhshme për ndihmë të shpejtë mjekësore. Koalicioni i qeverisë zblen paralajmëron se me miratimin e ndryshimeve dhe plotësimeve të statutit të Universitetit Nën Tereza po hapet një kapitull i ri në zhvillimin e universitetit publik në gjuhën shqipe. Si pasaj me këto ndryshime, universiteti përparon në strukturën e tij akademike në fakultetin juridik, fakultetin ekonomik dhe fakultetin e shkencave humane. Blen tha se po forcohet dimensioni ndërkombëtar i universitetit duke rritur mundësinë për lëvizshmëri dhe konkurrenshmëri në tregun evropian të punës. Ky vendim forcon kapacitetet institucionale të universitetit, zgjeron ofertën akademike dhe krijon mundësi të reja për studentët shqiptar dhe për të gjithë të rinjt që zgjedhin ta ndërtojnë të ardhmen e tyre përmes dijes dhe arsimit cilësor, apelojnë nga Vlen. Bashkimi Demokratik për Integrim deklaron se vendimi për shfuqizimin e emërtimit të rrugëve në Tetov dhe rikthimi i emrave të periudhës komuniste paraqet një goditje të rëndë për identitetin dhe dinjitetin e shqiptarëve në një komunë ku mbi 70% e banorëve janë shqiptar. Sipas opozitares shqiptare, koalicioni i qeverisë Vlen nuk mund të ikë nga përgjegjësia kur prej 5 vitesh e drejtojnë Tetovën. Për BDI është shqetësues fakti se kërkesa për shfuqizimin e vendimit është dorëzuar në gjykatën kushtetuese që në mars të vitit 2025. Kjo sipas tyre ka bërë që Vlen ka pasur më shumë se 1 vit kohë për të reaguar, për të ndërmarrë hapa juridik për të mbrojtur vendimin dhe për të informuar qytetarët. Maqedonia e Veriut do të ndryshojë politikën për dhënien e pasaportave të arta për investitorët e huaj, por pa hequr dorë plotësisht mbi mundësinë e marrjes së tyre për arsye ekonomike. Propozohet ndryshimi rregullores me të cilën deri tani ishte përcaktuar një shumë konkrete investimi për të marrë pasaport, shkruan Deutsche Welle. Ndryshimet vijnë pas rekomandimeve të Komisionit Evropian dhe me qëllim parandalimin e abuzimeve dhe rreziqeve të sigurisë. Sipas projektligjit i publikuar nga ENER, arsyeja kryesore për ndryshimet e përgatitur nga Ministria e Punëve të Brendshme maqedonase është raporti i Komisionit Evropian ku thuhet se dhënia e shtetësisë ekonomike paraqet rrezik serioz të sigurisë dhe migracionit. Komisioni rekomandon që shtetet të përmbahen nga dhënia e shtetësisë mbi bazën e pragut minimal të investimit. Protesta e planifikuar për të dielën me një bllokim të 3 pikave kufitare midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë është anulluar për momentin. Këtë e deklaroi kryetari i Fondacionit Bullgar Maqedonia Viktor Stojanov. Vendimi u mor pas bisedimeve me përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Jashtme bullgare si dhe me ambasadorin bullgar në Maqedoni. Sipas Stojanov, fondacioni tradicionalisht ka punuar në koordinim me institucionet bullgare dhe pikërisht kjo çoi në vlerësimin se për momentin veprime të tilla proteste duke përfshirë dhe një bllokim afat shkurtër të kufirit do të ishin kundërproduktive. Rajoni. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmbyll procesin e rinumërimit të gjitha 185 vendvotimeve për të cilat kishte marrë vendim. Gati shpallje e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 7 qershorit. Zëdhënësi i KQZ-s, Valmir Elezi, bëri të ditur se të dhënat janë përditësuar në platformën e rezultateve. Me përfundimin e rinumërimit mund të konstatojmë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përmbyllur administrimin e procesit që përfshin aktivitetet në qendrat komunale të numërimit si dhe në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i gatshëm që teknikisht tani të bëjë shpalljen e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 7 qershorit. Para shpalljes së përfundimeve duhet të priten dhe afatet ligjore për paraqitjen e ankesave. Para shpalljes së rezultateve, si zakonisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të kërkojë konfirmim nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa nëse ka ndonjë ankesë e cila është në shqyrtim. Zëvendës kryeministria dhe ministrja në detyrë e drejtësisë e Kosovës Donika Gërvalla kërkoi angazhime nga partitë opozitare për çështjen e zgjedhjes së presidentit. Sipas saj është e nevojshme që partitë të heqin dorë nga mentaliteti bllokues. Opozita do të bënte mirë mos vendoste kushte sepse vendosja e kushteve, kurrëzimet janë parakush shumë i keq për fillim negociatash. Unë mendoj që qytetari i Republikës Kosovës dhe ai është ai që vendos, nuk jam as unë, as opozita dhe as kush tjetër, qytetari e ka thënë fjalën e vet dhe do duhej si politikan të përgjegjshëm të vendit tonë të ulemi dhe të diskutojmë se cilat janë rrugët më të mira dhe përsëri. Ministria Gërvalla tha se zgjedhjet e fundit kanë qenë të panevojshme dhe se tani është koha për diskutime serioze për konstituimin e institucioneve dhe zgjedhjen e presidentit. Qytetari për herë të tretë e ka thënë fjalën e vet qartë, fituesi i këtyre zgjedhjeve po shihet
Po presim rezultatet zyrtare, po presim certifikimin e tyre, edhe po duat besoj që ishte hera e fundit që shkojmë në zgjedhje të panevojshme dhe në fakt edhe jo racionale dhe jo të kuptueshme për qytetarët. Unën edhe çmimet e naftës në Kosovë. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit publikoi çmimet e reja të derivateve të naftës të cilat hyjnë në fuqi nga ora 10. Sipas njoftimit të ministrisë, çmimi maksimal i lejuar për naftën në Kosovë është caktuar €1.43, ndërsa për benzinën €1.35 për litër. Krahasuar me çmimet e një ditë më parë, nafta është ulur me 2 cent për litër, ndërsa benzina me 3 cent për litër. Kosova kërkon mbështetje ndërkombëtare për projekte strategjike infrastrukturore të Republikës. Ministri i Detyrë Infrastrukturës dhe Transportit Dymal Basha në samitin e investimeve në transport me ministrat homolog të vendeve të Ballkanit Perëndimor kërkoi mbështetje për projektet strategjike infrastrukturore. Sipas njoftimit të ministrisë gjatë diskutimit, Basha theksoi rëndësinë e mbështetjes së projekteve me fokus të veçantë në Hekurudh. Përveç ndikimit të drejtë për drejtë në zhvillimin ekonomik të vendit, ato kanë dhe rëndësi strategjike për rajonin dhe vetë Europën. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Shqipëria mbyll bordin e transparencës. Në përfundim të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, ministri Adelina Ibrahimi njoftoi se shkak për vendimin është bërë ulja e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare. Prej më shumë se 2 javësh, çmimi ka ardhur duke u reduktuar, çmimet e bursës janë stabilizuar, siç edhe jeni bërë me dije në kontekstin gjeopolitik është arritur një marrëveshje dhe kanali Hormuzit do të zhbllokohet, pra situata në linjën e mesme tashmë ka më pak paqartësira, tregu i hidrokarburave është stabilizuar dhe kjo është arsye pse ne vendosëm që ta përfundojmë funksionimin e bordit të karburanteve. Për shkak të shpërbërjes së bordit të transparencës është shfuqizuar te zbatimi i nivelit 80% të aksizës mbi 220 lekë për naftën dhe 200 lekë për benzinën. Bordi i transparencës ishte në fuqi nga data 19 mars 2026. Opozita shpreh shqetësim për gjendjen e lirisë së medias në Shqipëri. Në një konferencë përshtyp nga kryesia e Kuvendit, deputetja e Partisë Demokratike Judita Tabaku renditi dhe faktorët që paraqet raporti i reporterëve pa kufi për uljen e indeksit të lirisë së medias. Ajo paralajmëroi se ka kërcënime serioze dhe nga krimi organizuar. Intimidimi verbal dhe politik. Kto janë faktorët kryesorë që kanë bërë të mundur rënjen e indeksit të lirisë së medias në Shqipëri. Kjo, shoqëruar njëkohësisht dhe me lidhjen e interesave ekonomike me pronësinë e medias, e bën të pamundur që media sot në Shqipëri të jetë e lirë. Ndër të tjera, ajo propozoi dhe ndryshime që lidhen me kodin penal në mbrojtje ndaj gazetarëve. Të sigurojmë një kuadër ligjor dhe unë në emër të opozitës atje kam ofruar mbështetjen maksimale për ndryshime të cilët lidhen me kodin penal që fatkeqësisht u refuzuan nga qeveria dhe u bën të pjesshme. Së dyti mbrojtje reale ligjore ndaj gazetarëve kundër padive abuzive që njihen si paditë slap dhe së treti për sa i përket mbështetjes për të gjitha ndryshimet ligjore që të ketë pavarësi qoftë në emërimet në rregullator, tek ama dhe tek radiotelevizioni shqiptar. Në ditën e 19 të saj protestat para kryeministrisë ushtrinë drejt komunës së Parisit dhe rrugës së kosovarëve. Në këtë rrugtim, thirrjet e protestuesve ishin kundër liderëve të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, si Rama jep dorëheqjen, Rama në burg, Berisha në burg. Kuvendi i Shqipërisë miratoi me 84 vota pro ligjin për dhënien e amnestisë penale. Mbyllet votimi. 84 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet projekt ligji në parim. Ju njoftoj se për këtë projekt ligj janë paraqitura me. Pas votimit, ministri i Drejtësisë Toni Gogu reagoi përmes një postimi në rrjetet sociale ku e cilësoi vendimin si një hap me ndikim konkret në jetën e mirë e qytetarëve. Sipas Gogut, ligji miratuar synon të garantojë sigurinë publike, të respektojë reformën e drejtësisë dhe njëkohësisht të krijojë mundësi rehabilitimi për personat që plotësojnë kriteret e përcaktuara nga ligji. Ministri i Drejtësisë nënvizon se shteti duhet të ditë të ndëshkojë kur është e nevojshme, por dhe të njohë momentin kur ndëshkimi e ka përmbushur qëllimin e vet. Bota.
Nëse digjet Ukraina dhe Moska do të digjet. Paralajmërimi vjen nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky nga Brukseli ndërsa mori pjesë në një takim të ministrave të mbrojtjes së NATO-s. Lidhur me sulmet masive të dronëve ukrainas në kryeqytetin rus, presidenti Zelensky përsëriti se shkoa për t'i dhënë fund agresionit dhe luftës, por nëse Kremlini vazhdon agresionin e tij, Ukraina do ta akmerret. Ukraina kreu sulme masive në një nga zonat më të rëndësishme të Moskës, duke shtndruar kryeqytetin rus në një skenë lufte në atë që cilësohet si sulmi më domethënës i Kievit në 2 vitet e fundit. Por herë të dytë brenda kësaj jave, rafineria e naftës në Moskë u sulmua me dronë ukrainas duke mbuluar qiellin e kryeqytetit me shtullunga gjigande tymi të zi. Zelensky thotë se në samitin e G7-s ka folur për ndryshime të rëndësishme që mund të vinë me presidentët Macron dhe Trump. Presidenti Donald Trump bë thirrje për armë pushim në Liban. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të përkushtuara ndaj paqes dhe ne inkurajojmë të gjithë në rajonin e lindjes së mesme të mbeten të përkushtuar për të lejuar që negociatat tona të zhvillohen, deklaroi presidenti Donald Trump përmes rrjetit social Truth Social. Sipas tij, tregjet po e vlerësojnë atë që po ndodh me çmimet e naftës që bien ndjeshëm dhe aksionet që rriten. Trump hodhi poshtë informacionet se Shtetet e Bashkuara kanë bërë një pagesë prej $300 miliardë për Iranin. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.